Universiteti i Tetovës përmes Fakultetit Filozofik shënoi sot ditën botërore të filozofisë me një aktivitet solemn ku personalitetet të njohur të mendimit akademik dhe filozofik theksuan rëndësinë e kësaj disipline në zhvillimin e shoqërisë dhe në mbrojtje të lirisë së njeriut. Të pranishëm në ngjarje ishin studiues, profesor, student dhe të ftuar nga fusha të ndryshme humaniste. Në fjalën e tij përshëndetëse, dekani i Fakultetit Filozofik Kushtrim Ahmeti theksoi se filozofia ka qenë historikisht një kritikë e fortë ndaj çdo forme dhune dhe kufizimi të lirisë. Qëllimi është që të hapim perspektiva të reja, të tregojmë se filozofia nuk është diçka që është jashtë nesh dhe zhvillohet jashtë përditshmërisë tonë, po është në brendsinë tonë dhe në vazhdimsi duhet t'i kushtojmë kujdes. Akademiku i njohur Ferit Muhiq theksoi se filozofia është një ndër shtyllat më të lashta të dijes njerëzore dhe mbetet themeli i reflektimit racional. Po ashtu theksoi se filozofia është një mënyrë për të kuptuar botën dhe veten, një disiplinë që ka shoqëruar njerëzimin prej mijëra vitesh. Ndërsa Metin Izeti foli për rëndësinë e ruajtjes së dimensionit filozofik të njeriut përballë rreziqeve të reduktimit teknokratik të qenies humane. Ai më tej shtoi se kur njeriu ndahet nga filozofia, ai rrezikon të humbazë identitetin e tij dhe të shndrohet në një mjet. Filozofia e mbron dinjitetin dhe rikthen njeriun te vetvetja. Ne do të përpiqemi që ta mbajmë të gjallë idenë e cila lindën ide të reja dhe kjo është filozofia. Filozofia është një logos spermaticus. Është një fjalë e cila është shtatzane për të lindë gjëra të reja dhe mendojmë që njeriu i shekullit 21 ka nevojë për idetë gjenerative të cilat i ka filozofia, pikë së pari për ekzistencën e vetë dhe pastaj edhe për mbarvajtjen e jetës shoqërore. Ngjarja u mbyll me diskutime të hapura ku studentët patën mundësi të parashtrojnë pyetje dhe të marrin pjesë në reflektime të përbashkëta mbi rolin e filozofisë në kohët moderne. Përmes këtyre ngjarjeve, Universiteti i Tetovës e riafirmon misionin e tij për të promovuar mendimin kritik, dijen dhe vlerat universale të humanizmit.